Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi. Ilirët kishin kulturën, gjuhën dhe tiparet antropologjike të tyre. Fillimet e origjinës ilire ishin që nga periudha bronzit të mesëm, kur fillojnë të formohen tiparet etnike ilire. Janë të shumta gjetjet arkeologjike të kohës së ilirëve që gjenden në territorin ku ata jetuan. Ilirët kanë qenë në fokus të studimeve të ndryshme ndër vite, nga studiues të ndryshëm vendor dhe të huaj. Këtë dëshmon edhe kuvendi i ilirologëve që mbahet në Tiranë që nga viti 1968. Në kuadër të punimeve të përvjetshme, kuvendit të ilirologëve gjen figura të ndryshme që kontribuan në publikime për etnografinë e tyre. Njëri ndër ta është edhe Rok Zojzi, një nga etnografët më të mëdhej që ka nxjerrë ndonjëherë Shqipëria. E nisi karrierën e tij të hershme si alpinist dhe shkroi artikujt e parë te revista Hylli i Dritës. Prej vitit 1947 deri në vitin 1976 ishte në krye të sektorit të etnografisë. Historianët e etnografisë shqiptare e konsiderojnë Zojsin si baban e etnografisë institucionale shqiptare. Ai u mor me studime, mbledhjen dhe arkivimin e kulturës tradicionale shqiptare, e cila sot përbën fondin më të pasur të kësaj gjinie. Në drejtimin e tij u krijuan pjesa dërmuese muzeve etnografik në gjithë Shqipërinë. Fushat e kërkimit u shtruar nga Zojsi prekin thuajse gjithë gamën e kulturës tradicionale. Për të folur më shumë rreth gjetjeve dhe studimeve të shumta për ilirët, me ne sonte është doktor Nexhat Çoçaj, profesor i antropologjisë, i cili ka bërë studime ndryshme sa i përket gjetjeve të trashëgimisë kulturore tek ilirët, por jo vetëm. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se gjetëm. Por para se të vazhdojmë me bisedën, do të shohim një material të vitit 1972 për kuvendin e ilirologëve që mbahej në Tiranë. Televizioni i Prishtinës në atë kohë i kushtonte një vëmendje kësaj ngjarje dhe përcjellte nga afër derisa u prishën marrëdhëniet me Shqipërinë. Fakt shihen shumë figura të respektuara publicistikës shqiptare si Eçrem Çabej dhe të tjerë, si dhe ekspozita e etnografit shqiptar Rok Zojsit. Këtë reportazh bashkë me intervistën e Rok Zojsit e kishte realizuar regjisori Ekrem Kryeziu. Ta ndjekim dhe pastaj kthehemi në studio. Janë mbledhur burra nga shumë vende, shkencëtarë nga vendi dhe bota, të flasin ndoshta për të parën herë të vërtetën
mbi paraardhësit ton ilirët. Të pranojnë atë që shkencëtarët shqiptar kanë vërtetuar gati në të gjitha punimet e tyre se shqiptarët që jetojnë sot në gadishullin ballkanik janë pasardhësit e vërtetuar të ilirëve. Kjo u vërtetua më së miri në kumtesat e shumta që u lexuan nga shkencëtarët e vendit dhe nga shkencëtarët e botës nga Austria, Britania e Madhe, Bullgaria, Franca, Greqia, Italia, Jugoslavia, Polonia, Rumania, Republika Demokratike Gjermane dhe Republika Federale Gjermane. Kur më parë nuk është mbledhur një numër kaq i madh dietarësh në një vend për një qëllim, ilirët. Pas fjalës së hyrjes që mbajti rektori i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Agim Mero, referatin e parë në këtë kuvend të parë mbi ilirët lexoi profesori Alex Buda. Një rrugë afro 2 shekullore e shpuri shkencën kushtuar ilirëvet nga një fazë parashkencore dhe nga pozitat e romantizmit drejt një shkence të mirëfillt shoqërore. Kjo është një rrugë gjatë së cilës ilirologjia u rrit si një shkencë komplekse ndërdisiplinore, mbi bazën e të dhënave historike, të fakteve arkeologjike gjuhësore, të elementeve etnografike e antropologjike, e mbështetur mbi një metodologji e metodik të përparuar. Ajo përpiqet sot të rindërtojë në mënyrë më të plotë shkencore procesin e zhvillimit ekonomik e shoqëror, politik e kultural të kësaj popullsie të rëndësishme të Europës së lashtë të ilirëve. E rëndësishme sepse me caqet e saj territoriale, bota ilire arrin nga brigjet e detit Joni Adriatik deri në rrezët e Alpeve te brigjet e Savës e të Danubit. Me caqet kohësore, nga kohë e broncit deri në shekuj 6-7 të erës së re, kur nga gjiri i saj lindin formacione të reja etnike, popuj të ri që hynë në Europën mesjetare. E rëndësishme më në fund, sepse ajo mori pjesë në proceset themelore, shoqërore, kulturale, në ngjarjet kryesore politike që përshkuan botën antike të Mesdheut. Thelbin e këtij kompleksi shkencor e përbëjnë probleme të tilla të rëndësishme si ai kulturës më të lashtë të Ilirisë e të bartëve të saj. Problemi i prejardhjes së ilirëve të gjuhës, i organizimit ekonomik, shoqëror e politik të tyre, i vendit pra që mbajnë ilirët në botën antike si një popull kryesor, si një Hauptvolk, siç e pat quajtur një nga themeluesit e ilirologjisë, Jon Georg Thunmann, dhe më në fund, ai i premisave që krijuan ata për historinë mesjetare e të re të gadishullit ballkanik. E kuptuar në një shkallë të tillë të gjerë, ilirologjia zën një vend me rëndësi në kompleksin e shkencave historike kushtuar antikitetit. Por ka dhe një arsye të veçantë që i jep ilirologjisë një vend të daluar në kuadrin e studimeve albanologjike. Ilirët qëndrojnë në krye të historisë, jo vetëm të Shqipërisë, po edhe të popullit shqiptar. Shqiptarët jetuan e punuan gjatë shekujve me një bazë antike si trashëgimtare vazhdues të saj në plan të ri e më të lartë. Ilirët e kultura tyre janë një nga faktorët që kanë përcaktuar trashëgimin historik e kultural të shqiptarëve të sotëm. Sa e rëndësishme, aq edhe vështirë është zgjidhja e detyrës për të rindërtuar këtë rrugë historike shumë shekullore e komplekse. Të dhënat i ka shkenca
janë të një karakteri e të një vlere të ndryshme, kontradiktore. Problemet historike shpeshherë nuk mund të ravizohen veçse në vijat përgjithshme, veçse duke ballafaquar dhe plotësuar me njëra tjetrën të dhënat e shkencave motra dhe duke bashkuar e ballafaquar kontributin e brezave të tërë studiuesish nga vendet e ndryshme të botës. Në këtë rrugë të mundimshme e të gjatë, që përbën një traditë të vlerë të shkencës botërore, ka dhënë dhe po jep kontributin e vetë modest edhe shkenca shqiptare. Studiuesit shqiptarë besojnë se ky kuvent i ynë do të japë jo vetëm një pasqyrë të gjallë të sukseseve që ka arritur ilirologjia në Shqipëri, por edhe të problematikës të detyrave që qëndrojnë ende të pasgjydhura si detyra aktuale para saj. Nuk ka dyshim se motivi kryesor për shkencën botërore në fillimin e studimeve të problemeve të historisë e të kulturës ilire ka qenë interesi për të njohur njërin nga partnerët më të rëndësishëm të botës helene, madje edhe para helene, e më vonë të Romës antike. Kufizimi teorik metodologjik që ka karakterizuar shkencën historike në përgjithësi deri në fillimin e shekullit 20, ka përcaktuar edhe caqjet e ngushta tematike të hulumtimeve në fushën e historisë ilire, që në fillim duke përqendruan kryesisht në disa çështje të kontakteve helene ilire në fushën tregtare ose të ndeshjeve luftarake midis tyre, në ecurinë dhe rrjedhimet e pushtimit romak të Ilirisë. Vëmendje shkrencore ju drejtua mbledhjes, rrjeshtimit, përshkrimit të fakteve historike, analizës ende formaliste, tipologjike të fenomeneve në fushën e gjuhës dhe të kulturës materiale e artistike. Nuk ka dyshim se historizmi i shekullit 19 e të fillimit të shekullit 20, me metodat e tij pozitiviste, filologjike, me kritikën e tij të burimeve, me precizimin e fakteve, e zbërthimin e përmbajtjes së tyre, pati merita të rëndësishme, sikudo edhe në fushën e historiografisë ilire. Por ai izolonte ngjarjet si fenomene të njëhershme, që nuk nënrenditeshin në kategori e proceset të përgjithshme, përtej ishte edhe i huaj koncepti i strukturave sociale-ekonomike që u japin karakter të ligjshëm ngjarjeve. Jedhimisht, ai nuk shtroi e nuk traktoi kur ndonjëherë problemin e shkallës së zhvillimit ekonomik, shoqëror e politik që arritën në rrugën e tyre ilirët dhe rrjedhimet që patën ato për ecurinë e historisë së tyre. Por, me këtë mbetej e pastudiuar një çështje kardinale, në mos çështja kardinale e historisë së tyre. Teza e autoktonisë shqiptarëve lidhet drejt për drejt me burimin ilir dhe mbështetet mbi bazat forta gjeografike historike. Shqiptarët banojnë një trull të cilin në kohë të lashtë kanë banuar ilirët. Ne kemi nduar sot provat mjaftueshme të vazhdimësisë ilire, të cilat arkeologjikisht të çojnë deri në mesjetën e hershme, kur ilirët dalin në histori me emrin e ri, Arbër ose Arbresh. Këto faktor arkeologjik e përforcojnë argumentin e sjellë që në shekullin e 18 nga Thunmani se në historinë e shqiptarëve nuk ka asnjë gjurmë të migracionit dhe kjo jo pa arsye, sepse kronistë kanë lajme edhe për dyne më të vogla barbarësh në Ballkan. Si një argument pozitiv dhe jo një diçka e rastit, duhet përmendur edhe fakti që në shekullin e 11 krahinën Arbanon do ta gjejmë në viset e banuara në shekuj më parë nga albanët ilirë. A përputhet kjo me të dhënat e arkeologjisë? Përgjigjen ne kemi dhënë gjatë trajtimit çështjeve më kryesore që kanë të bëjnë me problemin e vazhdimësisë ilire shqiptare. Ata na lejojnë të përcaktojmë qartë se ku jetojnë në kohë romake e bizantine të hershme stërgjysht e shqiptarëve. Kjo është Iliria jugore, duke përfshirë dhe Dardanin, Kosovën e sotme, pra një trevë ku banojnë dhe sot shqiptarë. Këte e kanë vërtetuar dhe dëshmit toponomastike të cilat në paraqesin popullin shqiptar në trullin ku ai gjendet dhe sot. E tillë ka qenë pra hapësira jetësore ku formun populli shqiptar dhe jo një krahin relikti sikur se na është propozuar krahina e Matit.
Prej këtyre dhënave del fare qartë dhe i argumentuar konkluzioni se teza që i bën shqiptarët të ardhur është e paqëndrueshme dhe antihistorike. Nuk kanë asnjë mbështetje mendimet se shqiptarët janë pasardhësit e besve trakas, të cilë deri në shekullin e 6 nuk qenë romanizuar, se trulli i formimit popullit shqiptar duhet kërkuan hapësirën midis qyteteve vetëm në hapësirën midis qyteteve Nish, Sofje, Shkup, në periudhën midis viteve 600-900, dhe në përgjithësi teoritë e tjera që i bëjnë shqiptarët të ardhur në prag të mesjetës, nga viset të thella të Ballkanit, ku ishin fqinj me rumun. Aq me pak mund të flitet për një etnogjenez përbashkë slave ilire të shqiptarëve në territorin e banuar prej tyre, apo për pushtimin e truallit Shqipërisë nga slavë dhe për shqiptarizimin, thojsa, të slavëve nga ana fise malsore shqiptare të ardhura pas shekullit 12, siç shkruan historiana bullgare Vasilka Tëpkova-Zeimova. Në ekspozen ton, ne jemi përpjekur të gjurmojmë dhe të përcaktojmë procesin e formimit të popullit shqiptar. Materialet arkeologjike na çojnë te popullsia e lashtë e trullit shqiptarëve tek Ilirë, duke treguar se kjo popullsi mundi të ruhej si gjatë pushtimit romak, ashtu dhe në periudhën e dynjes së madhe të popujve në Ballkan. Këto materiale në disa raste janë shumë shprehse dhe në raste tjera pak të zbeta. Ne kemi bindjen që kërkimet arkeologjike, të cilat këto 10 vjet e fundit janë zgjeruar shumë në fushatat e gërmimeve të ardhshme, do na japin gjetje të reja, cilat do të lejojnë një trajtim më të gjerë dhe më të thellë të problemit të vazhdimësisë ilire shqiptare. Sidoqoftë, edhe sot ne mund të shprehemi për një vazhdimësi ilire shqiptare dhe për autoktoninë e shqiptarëve në dhënë e tyre. Brezat e mëparme të dietarëve, të cilat kanë marrë mjaft parasysh rrethanat historike, shqiptarët janë autokton. Kështu Johan Tunman, nga fakti që ai në historinë e tyre nuk gjen ndonjë gjurmë të një imigracioni më të vonë, sheh në ta fqinjt e stërmoqëm të grekëve dhe të nënshtruarit e Romës vjetër. Edhe në paraqitjen e shtjelluar të kësaj çështjeje në veprën e Martin Likut, këtij autori, mendimi i një tradite gjuhësore të pandërprerë në Shqipëri, ky shprej kohës së vjetër, shihet se ju duk aq i vetë kuptueshëm sa që nuk hyri fare në shqyrtimin e mendimit të kundërt. Ashtu edhe Xylanderi flet ndër të tjera për ruajtjen e vendbanimit të popullit që prej kohësh që nuk mbahen më. Po si themeluesi i vërtet i këtij drejtimi shkencor do të shikohet Hani, i pajisur me njohuri më të mira rreth gjendjes historike e gjuhësore të vendit pas paraardhësit e tij, ky dietar i përvishet problemit në mënyrë të gjithanshme me mjetet që kishte në dorë, ndonse këto mjete në kohë të tij ishin mjaft të pakta, duke vepruar ai mu në prag të gjuhësisë krahasimtare që sapo lindte. Hani niset pikë së pari nga çështja që shtron dia dhe sot e kësaj dite, që do me thënë, shqiptarët a rrjedhin prej banorëve të lashtë të vendit, apo janë të ardhur në periodën historike ashtu si slavët. Dhe pas një kërkimi të thelluar arrin në përfundimin që të partë e tyre kanë zënë viset e sotme të popullit që në kohë të romakëve të helenëve. Ana e fortë e Hanit, më shumë se në njohuritë e thella që kishte për lëndën, qëndron në punë të metodës. Historikisht ai niset nga fakti i theksuar më parë te Tunmani, që për Shqipëri nuk njihet ndonjë imigrim përveç dyndjes slave. Gjuhësisht ai merr e heton përkimet e të dhënave që kemi nga koha e vjetër me gjendjen e sotme, e sidomos me një mënyrë gati moderne, hyn në krahasimin e nomenklaturës gjeografike të lashtë të vendit me terren, e aty veçanërisht në çështjen se cilat emra gjeografike të vjetra janë ruajtur si apelativa, si fjalë të zakonshme në gjuhën e sotme, i bindur sikur ishte me të drejtë që ekzistenca e emrave të tilla është një argument i parëzueshëm për kontinuitetin. Ndër këto emra ginden tek ai barazime të tilla si Delmacia, Delme, Dardania, Dard, Dimalum, Di edhe Mal, Vendum, Vend, të cilat gjatë here janë bërë prone përbashkët dhe qëndrueshme e dijes.
Në një vepër të mëpastajme, ky dietar përfshiu po me këtë frymë objektive edhe trevën dardane në këtë vend të lashtë të parëve. Kjo teori zotëroi për shumë kohë dhe ajo edhe më vonë gjerë në ditët tona ka gjetur përfaqësuesit e saj. Një modifikim bëri aty Norbert Jokli në mënyrë që për disa arsye gjuhësore, të cilat do të jepen më poshtë, ai nga vendbanimi i hershëm i shqiptarëve në gadishullin ballkanik përjashton Bregdetin Adriatik dhe veriperëndimin e trevës së sotme, dhe atë vendbanim e vendon në verilindjen më anësore të trevës gjuhësore të sotme, në viset e Dardanisë së vjetër, afërsisht në krahinë e qytetit Naissus Nish, i cili edhe sot nuk është fort larg nga skanjet e kësaj treve gjuhësore dhe ku trajta e sot me emrin Nish dëfton traditën gjuhësore shqiptare. Prej datës 15 gjerme 20 shtator, thuhet se krejt Tirana jetonte në frymë të këtij kongresi. U organizua një ekspozit kompleksive kushtuar lashtësisë së shqiptarëve dhe nga eksponatet e shumt, si nga arkeologjia dhe ashtu etnografia, mund të vrehej shumë mirë vazhdimësia e ilirëve në popullin shqiptar. Shkencëtarët shqiptar ishin munduar të ilustrojnë në mënyrë shumë bindëse qëndrimet e tyre, gjë që u përkrahen nga shumë shkencëtar dhe studiues të rryer të qartjes ilire. Nuk po i përmendin emrat e tyre, sepse lista do të ishte shumë e gjatë, por gjatë qëndrimit tim 6 ditësh në Tiranë mundova të bisedoj me sa më shumë shkencëtar që për telespektatorët tanë për së afërmi t'i sqarojmë disa probleme. Gjendemi në ekspozitë të hapur në kuadrin e Kuvendit mbi Ilirët në seksionin e etnografisë. Pranë nesh është Rok Zojzi, etnograf i shquar, shef i seksionit të etnografisë pranë Institutit Historik. Shukur Rok, ju sot mbajtet temën mbi vazhdimsinë e shqiptarëve, si them, po të edhe njëherë atë se shqiptarët janë një mend pasardhës të ilirëve, duke u bazuar në elementet etnografike. Ju lutem që na thoni diçka më tepër lidhur me këtë. Sikur se çdo disiplinë tjetër shkencore, ka arrit në konkluzion se shqiptarët janë pasardhësit të ilirëve, për shembull lingvistika, historia, arkeologjia e tjera, ashtu dhe etnografia, me materialet e saja, me metodet e saja, ka arrit në këtë konkluzion. Neve shohim se në traditat e popullit shqiptar gjejmë të njëjtat elemente të kulturës ilire. Këtë nuk e shohim vetëm kulturën materiale, por edhe në kulturën shoqërore, kulturën shpirtërore, kulturën shoqërore, por kultura materiale e dëshmon një mënyrë më të qartë këtë lidhje e këtë vazhdimsi kulturët. Neve, për ta demonstru këtë lidhje mes ilirëve shqiptarëve, kemi ndërtu këtë ekspozit, ku me materialet e kulturës së popullit tonë, i krahasoj me ato të kulturës ilire. A të fillojmë prej ndonjë eksponati? Me gjithë qef, neve këtë ekspozit e kemi dalë në 3 tema. Këtu kemi objektet e punimit të punës, objektet e punës, kemi veshjet popullore, kemi edhe temën e tretë arti popullor.
Ne veglat e punës na shohim se në përdorim të popullit tonë, shohim një ato veglat cilat kanë lidhje të ngushtë me veglat që arkeologjia ka zbulu për Ilire. Na shohim sopatat, shohim veglat e bujqësisë, punimit të tokës, të cilat janë ruajnë të njëjtat forma sikur veglat Ilire që ka zbulu arkeologjia. Këto janë gjetë në treven e Shqipërisë, po? Janë gjetë gjitha në treven e Shqipërisë, ato që i shohim aty. Kurse këto vegla janë të gjitha në përdorim të popullit shqiptar. Këtu kemi vekun. Ky veku është që përdoret sot vetëm në fshatin Dajijas. Ky paraqet një formë primitive, arkaike të vegut. Ky vek nuk ka boshte, nuk ka arrit të krijojnë gjatësi të dëshiruara. Gjatësia më molli është prej atij boshtit fundit deri te boshti sipër. Tek Ilirët kanë pas një veg më të zhvilluar se ky. Se neve gjejmë shumë pesha vegjet kur ishin vegja vertikale me peshë. Por kjo është vegja më e vjetër që gjendet popullin tonë, e cila i rrin më afër se çdo vegjë tjetër i rrin vegjës ilire. Të ecim pak me... Tu kemi disa objekte e rënin shtëpijet. Këto sigurisht nuk janë ilire. Natyrisht janë popullit soqëm, janë drunit. Neve për kulturën ilire të drurit nuk kemi. Pse druri nuk i ka rezistu kohës, nuk i ka rezistu shekujve. Po ku i lidhni këto me Ilirë? Por këto i shofim se objektet e poçtarisë kanë paka shumë po këtë formë. A dim të objekte poçtarisë? Ja, për shembull, objektet e poçtarisë. Kjo është poçtaria që kemi neve sot në përdorim, që ka populli jonë sot në përdorim. Këto janë bërë me forma të thjeshta edhe deri tek format më zhvilluara. Po këto objekte i ka zbulu arkeologjia. Ne i shohim këto të arkeologjisë, për shembull, jo, kjo objekt neve kemi identik me këtë. Neve shohim se ky objekt është identik me këtë. Dhe më thonë, ka një farë lidhje. Ka një farë lidhje, ka një hallka të tillta. Që erdhen deri te strukat. Me veshjet popullore shifet edhe më qartë këtë lidhje. Neve këtu kemi strukat, sikur ju i thot labane. Ne shohim se burri edhe gruaja përdorin labanin si shohim aty ose struke. Mirë, po shohim edhe një skulpturë ilire pikërisht me labanin, e cila është identike me këtë që përdor sot. Tu kemi burrin e sotshëm, tu kemi gruan ilire, që të dyja me struken identike. A veshin këto struka dhe në vise tjera, mendoj, i jashtë të trevave të banuara me shqiptarë? Sigurisht, këto i kanë pas edhe trakt. Këto i shohim edhe në popullin rumun që i kanë trashëgu. Kjo ishte një element trako-ilir. Ishte i përbashk. Të gjenë edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë ka këtë lloj struket. Jemi të Tirçit. Si të përmendet shqiptari lidhet me njëherë me termin e Tirçve. Ju lutem, ju na thuni ku e gjeni lidhjen në mes Tirçve të sotëm me kostumin arkaik të Ilirëve. Shumë mirë, edhe kjo është një problem tjetër, problem në vete. Kudo populli shqiptar paraqitet për Tirç, jo vetëm populli shqiptar, por edhe një trevë më të gjanë, kanë vërteton se Tirçit ishin përdorim ose kanë origjinën tek Ilirët e vjetër. Si e vërtetojmë na këtë? Ne marrim këtë formë Tirçish. Këto janë me prehen, i thonë me këtë elementi Tirçit e sotëm. E sotshëm me prehen. Shohim në lumë se Tirçit janë vetëm dy copa të bashkuar bashkë. Pa prehen. Pa prehen. Kurse shohim në jug, që Tirçit i quajnë kofshare, këto janë dy copa të pa ngjitura fare, kurse në disa krajina tjera i shohim të thjeshta që janë vetëm prej gjujve edhe quhen gjunjak. Kurse në lumë e në mërdit, përdorin dy copa zhgunit thjeshta që i pështjedhin këmbët me ta. Ato dy copa thjeshta është forma primitive, forma kur ka lindë, forma e parë që ka marrë Tirku. Ate e shohim në skulptura ilire. Ja këto kemi një skulpturë ilire të gjetën në Ballshk. Këtë skulpturë ilire si e shohim, mund shifni qartë aty, shifet ai burri me këta dy copa që i ka lidhë në këmbë. Kjo është
elementi pari i tirgjve, prej këtyne u kalun këto, prej këtyne u kalun këto, prej këtyne u kalun këto, edhe prej këtyne u arrit në tirgjit e soqim. Shoku profesor, Pardoni. Qylahi paraqitet si në veri, si në jug, si në Shqipërinë e mesme. A ka kjo lidhje diçka me Ilirët? A keni gjetë diçka se unë po i shoh disa skulptura pa kokë dhe a dini çfarë kanë mbajtur Ilirët në mbi kokat e tyre? Shqipëria e mesme, veriore, e ka të rafsht edhe i quajnë rafshatake, kurse Tirana e Elbasani e kanë të gjatë në formë cilindrike. Kjo forma nuk e ahumin as pak vijat e vjetra. Ilirët e vjetër, përsa mund shofim na prej monellave që janë zbulu, shofim se kishin mi kokë një mules të rumullak. Jo të Po nuk bardh. të dini ja. Bardh nuk e dim. Nuk e dim se nër monella nuk shifet ngjyra, veç se një formë qeleshës. Po. Edhe ajo tregon se është qeleshja jonë. Pra qeleshja nuk është tjetër, ose plisi nuk është tjetër, veç aja mulesa kokës që Ilirët përdorshin, sikurse e shofim nër monellat e tyre. Ta përfundojmë, shoku profesor, çka do të thoshit në fund të kësaj bisede të shkurtër? Do të thojshim se shumë elementat kulturës popullit tonë lidhen me atë të Ilirëve. Edhe kjo lidhje përforcon tezën se shqiptarët janë pas arsit e Ilirëve edhe janë bajtësit e kulturës tyre. Jo në atë nivel që kishin Ilirët, por neve e zhidhu ma tutje e ngritëm një nivel ma të lartë. Telespektatorët të nderuar, këto janë fjalë që i tha shoku profesor të shtyara nga zbulimet e reja që u bën kohëve të fundit dhe po bëhen dita me ditë më tepër. Po e përfundoj këtë emision me fjalët e një shkencëtari që në një bisedë shoqërore tha se është shumë mirë ta dimë për ardhin e një populli që të mund ta kuptojmë sa më mirë. E mirëkuptimi është bazë kryesore për paqë mes njerëzve. Atëherë, pam kështu në fakt një lloj-lloj shmëri të aktiviteteve të cilat u organizonin
për nder të kuvendit të ilirologëve që mbajnë në Tiranë, i cili ishte i përvjetshëm në fakt dhe ku merrnin pjesë shumë studius, jo vetëm nga Shqipëria, por nga Kosova e nga trojet shqiptare gjithandej, por edhe më larg, që ishin prezent aty duke mbajtur tema shkencore, por jo vetëm edhe ekspozitat të tilla siç i pam. Dhe zoti Çoshaj, kur i shohim këto pamje, në fakt shohim që aktiviteti i Shqipërisë për ta vërtetësuar që shqiptarët e kanë prejarët për ilirëve, ishte diçka që i bënte ata t'i shtynte që për çdo vjet ta merrnin këtë iniciativë për të organizuar këtë kuvend. Dhe po Alex Budën, i cili në fakt në simpoziumin Hyrs dhe fjalimin Hyrs e tha një gjë që më bëri përshtypje, detyra e ynë është që ti dokumentojmë se nga kemi prejardhjen. Në fakt, këto janë disa prej pamjeve që 72-ën ishin xhiruar dhe tash 53 vite më vonë këto aktivitete kanë pushuar sfundmi dhe nuk po i shohim që ka një angazhim që t'i bëjmë edhe më tej publike, edhe gjetje tjera shkencore. Dhe si mund ta vlerësojmë atë këtë iniciativë të Shqipërisë për ta organizuar këtë kuvend i cili ishte tradicional dhe i përvjetshëm? Së pari, të faleminderit për gjetjen e temës me shumë interes për shkencën shqiptare, veçanti për antropologjinë, për historinë dhe për arkeologjinë, por duhet të thënë se vitin 1972 për shkencën shqiptare është kulmi i të arriturave, të cilat ka nisur që më herët. Sepse në vitin 1972, po me të njëjta data, 2 muaj në mes, do me thënë në shtator, 15-20 shtator, në 1972, u mbajt kuvendi i lirë, ku ligjeruan përkatësisht ishin rreth 60 tema, ose 60 kumtesa, 42 prej të cilave ishin nga studiusit ndërkombëtar. Dhe veçanta e këtij kuvendi ose e kësaj konference shkencore është se për herë të parë në historiografinë shqiptare, numri më i madh i kumtuesve është nga jashtë, do me thënë nga Anglia, nga Austria, Italia, Greqia, pastaj nga Bullgaria, Rumania, e vende të ndryshme, që do të thotë Gjermania, gjithsesi që është rolin kryesor, sepse të dy Gjermanit në atë kohë kishte përfaqësues nga të dy Gjermanit, dhe është me rëndësi që ky seksion shkencor është ndër më të kompletuarit, i cili për shqiptarët e Kosovës erdhi me rastin e 100 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, pikrisht për ta përmbushur amanetin ose kërkesën që e kërkoi Alex Buda në referatin Hyrës që e pati. Gjithashtu duhet të theksojmë se si vazhdimsi e kësaj edhe si rrjedhim i kësaj i rezultatit të kuvendit të ilirëve, përkatësisht të këtij kuvendi të mbarkombëtar, por edhe ndërkombëtar më tepër, erdhi pastaj edhe Kongresi i Drejtshkrimit që u mbajt prej 15 deri me 20 nëntor, sepse këtu të pranishëm ishin edhe linguist nga më të ndryshmit dhe nga më të fuqishmit në botë, të cilët e argumentuan, domethënë, origjinën e gjuhës shqipe që nga lashtësia e deri në atë periudhë. Ndërkaq sa i përket gjetjeve arkeologjike, duhet thënë se pioneri i arkeologjisë shqiptare që në vitin 1920, Shtjefën Gjëqovi, kishte bërë, domethënë, një shkrim të cilin e kishte botuar në vitin 1920 te zoni Shnandout, dhe këtu jenë fillet e parat e arkeologjisë që përkojnë edhe me kërkesën e Alex Budës pastaj dhe kanë vazhduar gjetjet e ndryshme. Duke pas parasysh të gjitha këtë pjesë të organizimit që bënd të Shqipëria në atë kohë, dhe natyrisht po i merrte të gjithë këta studius që po vinin në Shqipëri për të folur dhe për të mbajtur ligjëratat e tyre sa i përket ilirëve. Dhe evidentohet një gjë që shqiptarët në fakt
janë pasardhësit e ilirëve. Dhe kjo më së miri dokumentohet me mënyrën e jetesës së shqiptarëve të cilët e kanë doket, zakonet, veshjet e gjithë shka tjetër. Ajo çfarë më bën një përshtypje natyrisht në vazhdim të këtij materiali arkivor është edhe ekspozita e Rok Zojsit, i cili është një nga njerëzit i cili ka pas mbledhje më shumë të në atë kohë dhe ka institucionalizuar në fakt këtë pjesën e dokumentimit të këtyre artefakteve. Kjo e ka plotësuar një farforme mirë edhe i ka dhënë një shtysë edhe më të madhe që studiues të ndryshëm nga gjithë bota ta shohim dhe t'i prekim nga afër gjithë ato artefakte të cilat ishin të ekspozuara në atë kohë në Shqipëri. Gjithsesi, dhe duhet të theksojmë këtu se Rok Zojzi nuk thot vetëm për Shqipëri, po thot në hapësirat për shqiptarët, duke marrë parasysh se Rok Zojzi ka qëndruar fillimisht karrierën e tij si etnolog e ka filluar në Kosovë. Pra, prej vitit 1941, që ishte 6 muaj në Mitrovic, pastaj 3 vjet ka qëndruar drejtori i shkollës në Prizren, shkollës 28 nëntori në Prizren, dhe ka dhënë një kontribut të madh në shkencën e antropologjisë shqiptare në përgjithësi, sepse gjetjet dhe mënyra e jetesës që e përmendet që i ka të përfaqësuar, ai ka të njëjtat. Do thotë, e pyeti autori i emisionit e pyeti a janë këto të Veriut, a i tha gjithë hapësirës shqiptare, duke mos u ndalur vetëm një pjesë të Veriut, por në gjithë hapësirës shqiptare, sepse Rok Zojzi në fakt ka qenë njohësi më i mirë i kulturës shqiptare, i kulturës materiale, shpirtërore, sociale, dhe ka qenë njohësi më i mirë sepse i ka shkel të gjitha me këmbë. Dhe me thënë nuk ka pas, edhe sa i përket gjetjeve arkeologjike që e kanë ndihmuar antropologjinë dhe që vazhdojnë të ndihmojnë antropologjinë, sepse në gjetjet arkeologjike të cilat janë bërë deri në vitin 72, kur po flasin për kuvendin ilir, mund të themi se ka qenë një pjesë ose 50% e gjurmimeve arkeologjike nëse e krahasojmë me sot, sepse pas vitit 1972 gjurmimet arkeologjike morën hovë të madh, u bën gjetje lokacione të ndryshme dhe pikrisht në këtë kohë filluan... Kjo ishte një fashtyse që arkeologët i shtyn... Këtë desha të them, pikrisht pas këtij kuvendi edhe në Kosovë filluan gjurmimet arkeologjike dhe kemi po të njëjtën kohë. Dhe me thënë, kemi një numër të madh të lokacioneve ku u bën gjurmime arkeologjike dhe u gjetën artefakte të ndryshme të cilat përkojnë me ato të cilat i ekspozojnë. I dha një impuls në fakt. Që i dha një impuls të madh. Mund të themi se, si që përmendi edhe profesor Rok Zojzi, në gjetjet arkeologjike kemi për shembull mënyrën e veshjes. Dhe ajo çka është për të veçuar për shembull të gjetjet arkeologjike, pothuajse gjithkund e kemi fustanellën. Përmendet edhe në 3-4 kumtesa të studimeve ilire që e kemi këtu, ose kuvendit ilir, dhe aty e kemi fustanellën edhe në Shqipërinë e Veriut. Edhe në Veri? Edhe në Veri, sepse tirqit të cilat janë përdorë janë veshje evropiane, janë veshje të vona, ose pas periudhës së Skënderbeut. Dhe më thënë tirqit janë të vona, sepse vetë modelet ndruan. Modeli i dha atributin kombëtar ose elementin etnik këtyre modeleve. Prandaj, gjetjet arkeologjike ndihmuan, do më thonë, edhe veshjen, si që është për shembull gjubleta, e kemi në shumë gjetje arkeologjike, qofshin në Apolloni ose në vendet të ndryshme, për shembull në vendet arkeologjike, që Shqipëria i ka parqet arkeologjike mbase mjaft të fuqishme, edhe pse ende nuk janë gjetur me keqardhje ose nuk janë bërë gjurmimet, për shembull marrim Apollonin, mund të themi se vetëm 1/3 e territorit dihet çfarë ka, kurse 3/4 nuk e dim, ende nuk janë bërë për shembull hulumtime për të pa mbase edhe në esencë. Ndërkaq në Kosovë, dua të lidhem, në Kosovë pikrisht vendet e gjetjeve arkeologjike, për shembull, u shkatruan nga regjimi serb.
të përmendi për shembull vetëm Prizrenin, ku u gjet për shembull Ciapi, ku i Prizrenit ose ku u gjetën gjetjet më të mëdha arkeologjike që janë gjetur për shembull helmetet të tjera. Ciapi ishte një model i lirëve apo çfarë ishte? Ishte nga ajo periudhë. Nga ose vrapusja e Prizrenit. Çfarë ju thot Ciapi, sepse shihet edhe Skënderbeu kishte mbajt në kokë një kokë dhije. Dhe çfarë a ka të lidhjen diçka që me trashëgiminë që Ilirët e kishin lënë? Si trashëgimi është, domethënë, edhe më herët, domethënë para Aleksandrit Madh, përkatësisht, por duhet të veçojmë se me që është gjetë Ciapi për shembull në vend gjurmimet ose në tumat ilire, dëshmon se Ciapi ka qenë një figurë e cila është çmuar, është respektuar, pikrisht për shkak të vlerës që ka pasur dikur. Duhet thënë për shembull që Filipi i Madh ose Aleksandri i Madh e ka brirat e Ciapit, për shembull, ose kokën e dhisë, simbolin e tij, të cilin simbol pastaj edhe Skënderbeu e zgjedh. Dhe kjo mbase është pikrisht për faktin se dhia simbolizon një bashkëjetues të njeriut shqiptar. Mandej për shkak të karakteristikave të ndryshme se është e vetmja kafshë shtëpiake që e kanë përdorur shqiptarët, e cila ka sakrifiku për të voglin e saj. Është specifik, duhet ta cek edhe këtë, pse e përmenet e brinat e dhisë, sepse shumë legjenda flasin të kundërtën, por dhia ka pas specifik që nuk ka lindur ose nuk ka pjell në terë. Vetëm dritë, nga frika se do t'i mbyste vezhlit. Dhe pikrisht për këtë simbolik, pastaj edhe përdorët simbolika e përkrenares Skënderbeut për edhe. Ju si studiues i antropologjisë, në fakt edhe më intereson më shumë të di për rreth mënyrës së jetesës së ilirëve dhe këto gjetjet arkeologjike sa ndihmojnë që ta kemi një parafrim të asaj na si shqiptarët një mend kishin jetuar sikur ilirë dikur. Sa i përket mënyrës së jetesës, siç e përmendi edhe se ka ndryshuar në kohë, natyrisht kjo modernizimi pastaj. Gjithçka ka ndryshuar kohë pas kohë, por megjithatë kanë mbetur disa prej gjurmëve të cilat ilirët i kishin lënë. Gjetjet arkeologjike të cilat janë bërë në gjithë hapësirën shqiptare, pa u përqendruar në një vend, sepse fatmirësisht kemi edhe shumë gjetje në Kosovë, të cilat e dëshmojnë mënyrën e jetesës, për shembull Poçaria, që i kemi për shembull forma nga më të ndryshme, të cilat janë përdorur deri në gjysmën e dytë të shekullit 20. Kemi pas për shembull prodhues të Poçarisë deri vonë, kemi edhe sot, mirëpo që janë zhdukur. Pastaj kemi gjetje për shembull statuja të ndryshme në të cilat shihet për shembull veshja. Dhe për çuditë të çuditave, qoftë në muzet arkeologjik, qoftë në muzeun kombëtar për shembull në Tiranë ose në Krujë ose në Apolloni apo edhe në vende të tjera ku janë në Bylys ose në vende të tjera, nuk e kemi kërkuar për shembull asnjë gjetje me tirçe. Po gjithmonë i kemi, domethënë, ato bustat me fustanellë. Por varet fustanella sa ka qenë gjatë, nën gjuhë, mbi gjuhë dhe drejt me gjurin, këto kanë përcaktuar zonën ku është bartur. Madje kemi edhe fotografi për shembull të gjetjeve të veshjeve sa i përket. Ndërkaq sa i përket elementeve të mënyrës së jetesës, Poçaria ka qenë zhvilluar gjithandej në gjithë hapësirën shqiptare. Ne kemi deri në gjysmën e dytë të shekullit 20, për shembull, prodhimet e shtëpiake kemi pas prej dheut. Qerepin deri vonë kemi pas që e kemi përdorur, që është gjithashtu është variant i tipit me disa ndryshime, ose kemi festën e Jeremis për shembull, koha kur është besuar që të nxirret dheu dhe të punohet qerepi dhe t'i bëhet prap lidhet me dhinë, me lesh dhije. Lesh i dhisë ka qenë si termoizolues, po edhe ngjitës, që ta përballoj në njërën anë nxehtësinë,
Dhe në anën tjetër, për shembull, që të mos shkaparderdhet ose të mos qahat, dhe të mos e pranoj lagështin, sepse lagështia e prish çdo enë, për shembull, që është prodhuar me anë të dheut. Duke pas parasysh gjitha këto fakte të cilat po i përmendni që një farë forme e bëjnë këtë lidhshmërinë që në këto treva pasardhësit e ilirëve janë shqiptarë dhe natyrisht kjo është dokumentuar nga shumë studius që kanë shkruajtur për këto, cilat janë ato tiparet kryesore që ilirët i kishin partur e që shqiptarë në fakt kryesore të flasë. Nga veshjet, ju e përmendë fustane jelën, por nga veshjet të dokët, të zakonet, të besimit të gjërat që mund t'i kishin pasur në diell, sepse në diell kishin besuar shumë, por që disa prej zakonet e cilat një mend mund t'a besojmë që shqiptarët e kanë atë vi. Duhet nisim këtu së pari për shembull që autorët antik, kam lezuar në studimet antike, të cilët kanë pretenduar ose janë shprehur se ilirët nuk kanë qenë të pastër, kanë dashur të bëjnë identifikimin ose ndarjen e ilirëve duke thënë se nuk janë të pastër sepse lahen vetëm 3 herë në jetë. 3 herë në jetën e tyre. A qëndron kjo? Gjë që nuk qëndron, sepse dihet shtrirja ilire është rreth Bregdetit dhe rreth ujrave, deri në Danube, deri në Save dhe deti Dalmacin, deti Jon dhe deti Adriatik, por ajo që nuk kanë kuptuar autorët antik është se këto kanë qenë larje rituale, të cilat janë bartë edhe sot në kulturën tonë. I kemi për shembull larja rituale e lindjes së fëmijës. Në momentin e lindjes së fëmijës është një proces shumë interesant ku lahet fëmija për shembull dhe mënyra e larjes së fëmijës. Domethënë specifikat e veçanta të cilat edhe sot janë në studimet e antropologëve që merren me rritet e lindjes. Në anën tjetër është larja rituale e dasmës ose e dhëndrit kur të martohet, po edhe e nuksës kur të martohet, ditën e dasmës që gjithashtu është një larje rituale dhe larja e ritualit të vdekjes, që nuk ka të bëjë me ritualin fetar, por rituali do thot familjarët që e kanë larë, domethënë të vdekurin, është një larje rituale e cila dhe për këtë dhe thot nuk kanë pasur informacione, dhe me thënë studiuesit antik që ta bëjnë dallimin e larjeve rituale me larjet e përditshme. Pra ju thuani që ata janë larë gjatë nuk kanë qenë ashtu si që kanë thënë, por që këto janë larje rituale. Këto i kanë bërë detyrimisht sepse ashtu këto kanë qenë larje të domosdoshme. Dhe janë përcjellur me rituale të veçanta. Dhe këto rituale janë bartur nga koha e lirëve dhe sot kemi në kohën tonë për shembull pavarësisht ndryshimeve të cilat janë bërë në jetën sociale, domethënë këto larje rituale edhe sot e kësaj dite domethënë hasën kemi vende për shembull kur zbatohen. Hiç lindjen për shembull që bëhet në spital, po megjithatë janë larje rituale të cilat janë përcjellë edhe me ceremoni tjera, me gatime, sepse këto shoqërohen, nuk është fjala vetëm për larjen rituale, por është edhe gatimet, veshjet, mënyra e gjetjes, mënyra e ftesës, domethënë kush e lan, si e lan, çfarë duhet këtë përbërëse e tjera. Domethënë janë shumë interesante që janë bartur domethënë nga ilirët deri ditët e sotme. Po çështjet e besimit si kishin ilirët? Të çështja e besimit, faltorët në kohën ilire ishin të shumta, domethënë para ardhjes së krishterizmit, kishte besime nga më të ndryshme që edhe sot i kemi në traditat tona, për shembull, të cilat janë bartur përmes traditave të ndryshme. Për shembull, ende kemi sot betimi në gurën e dru, që kanë besur domethënë në gurë dhe në dru. Kemi besimin në diell, kemi besimin për shembull në bereqete ose në prodhimet bujqësore të cilat kanë qenë. Kryesisht në besimet e drithit të grurit, sepse misri është shumë i vonë, domethënë dikon të fillimi i shekullit 17 vjen te ne dhe misri, pastaj ka mbetur pasi që ka ardhur, por kemi besime nga më të ndryshme. Dhe sot për shembull bluarja ose gatimi me miell të ri ose me bukën e re
në për zonat rurale, ende vizatohet për shembull figura e diellit me brumin e re në kapakun e Magjës, që është një simbolik që e tregon mënyrën e jetesës nga lashtësia deri në ditët e sotme. Ose kemi për shembull gatimi kulaçi i kafshëve, për shembull, që përgatitet për barind, por që ka simbolikën për shembull për fillimin po supozojmë të mbjellave ose për nxjerrjen e baktive në pranverë tjera, ose në disa zona për shembull të jugut, në Korçë, në Përmet dhe në vende të ndryshme e kemi për shembull kulaçin e kaut, ku futet për shembull në bririn e kaut në ditën kur fillon livrimi i arës për mbjellje. Edhe një gjë interesante, ne kemi parë për shembull që ilirët në fakt përveç kësaj mënyrës së jetesës kishin organizuar edhe kompeticione të ndryshme sportive. Dhe ajo çfarë kemi dëgjuar dhe nga studiues të ndryshëm, që kjo pjesa e Greqisë së lashtë është organizuar olimpiada, por që ilirët kishin në traditat të kompeticioneve sportive të vetat. Keni hasur si antropolog disa prej lojrave të tyre cilat në fakt ishin shpërndar edhe në Greqinë e lashtë, gjithandej nga ilirët? Sipas Virgjilit, që unë kam bërë një studim për kalin traditën shqiptare prej ilirëve deri sot, dhe sipas Virgjilit, domethënë organizatori i lojrave olimpike me kafshë me vrapim janë pikërisht ilirët, të cilët kanë qenë kultivues të mirë të kuajve, të zgjedhave ose të qeve, dhe në këtë mënyrë, domethënë lojrat të cilat janë organizuar nga ilirët, në kalimin e kohës i kanë përvetësuar popujt tjerë. I kanë përvetësuar sepse mirë po, ende sot e kësaj dite për shembull gjenden gjurmë të ruajtjes ose të mbajtjes së garave të kuajve. Për shembull në zonën e Anamoravës, për shembull i kemi Festa Marhamës ose garat e Marhamës, njihen garat e kuajve, në Opojë dhe në Dragash i kemi përsëri i kemi garat e kuajve, po i kemi edhe garat e kafshëve të tjera. Nuk do thot në hapësirën shqiptare për shembull kemi garat e qenve, i kemi garat e gjelave në Shkodër, i kemi pastaj garat e demave, i kemi domethënë garat nga më të ndryshmet që janë gjithashtu domethënë prej kohës ilirëve, të cilat i dokumenton thash Virgjili në veprën e tij dhe gjurmimet që janë bërë me kalimin e kohës për shembull nga antropologët tjerë, nga Rok Zojzi, po edhe nga Andromaçi Gjergji, Afërdita Onuzi, Mark Tirta, këtu kemi Mark Krasniqin, Uk Gjemën, Drita Statovcin, të cilat në një formë ose në një formë tjetër për shembull i kanë bërë këto gjetje që për të dëshmuar ose argumentuar vazhdimsinë prej traditës ilire deri në ditët e sotme. Është e vërtetë që në fakt edhe pas lojra këtyre lojrave, sepse ka pas zëra mjaft edhe kemi dëgjuar ashtu që edhe kurora prej fijeve apo fijeve degëve të ullive është e bërë nga vetë ilirët. Duke qenë se deri vonë në traditën shqiptare, mbjellja e ullirit ka qenë si rit. Madje në vende ku ka ullishta ende mbajnë atë rit. Mbahet për shembull me rastin e martesës, me rastin e lindjes, mbjellja një ulliri në martesë. Mbjellja e ullirit në rastet e martesës, mbjellja e ullirit me rastin e lindjes për shembull, dhe kjo është trashëguar dhe për të bërë një lidhje ose një degresion për shembull, në Prizren deri vonë ka qenë traditë që të mbjellet kur kanë lind vajzat të mbjellen të shelqe. Plepa. Janë mbjellur 5 plepa në pronën e shtetit, në pronën në kohën e perandorisë osmane. Gjithkuj kur i ka lind një vajzë, i ka mbjellur 5 plepa, sepse nuk është bërë ulliri në Prizren, cili ka qenë roli i kësaj. Ka qenë që ata plepa kur të rritën, kur sa të rritët vajza për martesë, të shiten ata plepa dhe me ato para të nusrohet ajo vajzë. Të nusrohet. Dhe me thënë që është tradit prej ilirëve, dhe me thënë, sepse varsisht prej pemës, varsisht prej drurit, që bëhet në atë zonë, ajo është mbjellur. Dhe Prizreni është njohur, dhe me thënë, me 2 drun kryesor, me dudin, ose me manin,
sepse mjaft, e vërtet është. deri vonë ka qenë qendër e Ballkanit për krijimin ose për kultivimin e krimit të Munafshit. Prizreni i njohur për Dudin, për këte, Se aty bëhet, a? se aty bëhet dhe është më efektiv dhe ka qenë, do më thënë, qendër për Ballkanin. Falenderoj shumë, zoti Çoça, që ishit në emisionin Arkivi për të folur për Ilirët, por jo vetëm për të folur edhe për Rok Zojzin, i cili ishte një nga etnologët më të mirë që kishte Shqipëria në atë kohë dhe të gjithat konferencët cila ishte mbajtur në vitin 1972. Falenderoj shumë. Falenderimi ju takon juve dhe dëgjuesve, shikuesve të televizionit RTK. Falenderoj shumë edhe një herë. Falenderit. Atëherë të nderuar shikues, pra kështu kemi ardhur deri në fund të emisionit të sotëm të Arkivit. Arkivin mund ta ndiqni në fakt në kanalet tona në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe ju mirupafshim në javën tjetër.